Klubi i basketbollit Vllaznimi sezonën dimërore në Pro Credit Super League ka përfunduar në vendin e fundit me gjithsej 17 pikë të grumbulluara. Kryetari i klubit Idal Bakia tha se ky rezultat nuk ka qenë në përputhje me pritshmëritë e klubit kuqezi. Mund të them që jemi shumë të kënaqur me rezultatet e fundit, kemi pas një sart tepër dop, ku prej 7 lojrave të para kemi pas vetëm një fitore, pastaj erdhi ndete ndrrimi i trajnerit, tash te 5 lojra të tjera, te 6 lojra të tjera kemi 3 humbje të fitore, është pak më mirë rezultati. Jemi duke synuar që të kemi përmirësim në sezonin e ardhshëm, besoj do të kemi edhe një ndrim te lojtarët e huaj dhe të shikojmë si do përshtatet, po jemi duke punuar që të kemi një rritje pak mirë se sa që kemi pasur. Bakia theksoi se klubi tashmë ka filluar përgatitjet për sezonën e ardhshme duke synuar përmirësim të rezultateve dhe rikthim në nivelin e dëshiruar. Synimi është që Vllaznimi të jetë në play-off, tash në situatën ku jemi duhet të synojmë play-offin edhe pastaj të shohim me një ekip konkurrues të jemi konkurrues prapë në play-off. Të shkojmë të synojmë së pako gjysmëfinale. Në fund Bakia shtoi se pas pushimit shpresojnë të vazhdojnë kampionatin me më shumë suksese dhe të arrijnë rezultate të ngjashme me ato të vitit të kaluar.